Pyetja e parë, Asalamu alaikum për hoxhën e nderuar. Si mund të këshillojmë rinin që po kalojnë rinin pa namaz, pa adhuru dhe pa njohur Allahu subhanahu wa taala, në mënyrë që të kthehen në rrugë të drejtë, Allahu ju shpërblet. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Në hadithin e saktë, të cilin transmeton Imam Buhariu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur 7 lloje, 7 grupe njerëzve të cilët kanë hijen në arshët e Allahut ditën e Kiametit, në ditë kur nuk ka hije tjetër përveç hijes së arshit të Allahut. Për tyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Wa shabu nasha fi ibadati Allahi azza wa jalla", është edhe i riu i cili rinin e vet kalon duke i bërë ibadet Allahu subhanahu wa taala. Në radhitën e hadithit është shumë interesant se triun pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka radhit shumë nalt. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhillun illa dhilluh", 7 grupe njerëzve Allahu po mbështin hijen e arshit të tij, ditën kur nuk ka hije për hijes së arshit. I pari imamun adil, prisi i drejt. Prisi i drejt, komenti i parë është halifja e muslimanëve. O shabun nasha fi ibadatillahi azza wa jalla, dytë më herë thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i riu i cili rinin e vet e kalon duke bërë ibadet. Se disa komentatorë kanë thonë, kur halifja është i drejtë, edhe rinia në të udhëzuar, kërkosh nuk mund të mbështjellë me këtë shtet islam, s'ka mundësi. Thënë halifja është i drejtë, trit janë të udhëzuar, nuk ka mundësi veç se ka më kanë hajër. I pari, imamun adil, imami i drejtë, halifja i drejtë. I dyti, shabun nasha fi ibadatillahi azza wa jalla, trit të cilët bën ibadet. Se ato punë të vështira nuk i bën plesh, se edhe smujnë, edhe mishlim e zarë, se në bën. Ato lypin konduksion, lypin fuqi, lypin gatishmëri, shumë kush e bojnë ato, bojnë djemë të ri. Edhe nëse i shifni të na, ata që dëshirojnë me studimin islamin për vetë e kitë, e kanë rekrutimin 18 vjetë, kur të musliman këthojnë një molim shpit, po dhe ju që se fëmija dhe ju keni me që ata jeni të amojësës. As që se keni ka 60 vjetë, atë në ratë të juve, jo. Çështja e dytë, pse i riu o përmenë më njëri dyti, kanë thonë komentatorët e hadithit për shkak se i riu e ka mundësien e kretë gjunave, edhe nëse zgjidh që me i lanë gjunat ju përkështu Allahut, kjo ka më bëj shkak që më hijen e arshit të Allahut ditën e Kiametit dhe rrjedhimisht pastaj është për banorëve të xhenetit. Kjo është çështja e parë për me cilën duhet me i thirrë ose me këshilluar të rit që me bëjmë ibadet me përkështu fesë për shkak se kanë më qenë për banorëve të xhenetit. Çështja tjetër është çështja e kërcënimit, për shkak se feja i ka 2 opsione. Opsioni i parë, bëni këtë, keni marrë shpërbim të madh. Nëse bëni këtë për gjuna, keni marrë dënim të madh, domethënë shpërbimi dhe ndëshkimi janë opsione shariatike. Tash duhet me shpjeguar për çështjet e mira nëse bëni ibadet, ata kanë me hinë xhennet, edhe duhet me shpjeguar për rreziqet që nëse rinin e kalojnë të bëjë gjuna, atëherë udhëzimi për ta ka më qenë shumë i vështirë, pendimi ka më qenë shumë i vështirë. Jetën kur kush nuk e ka garantuar se kemi bën 10 vjet tani kemi penduar është vdes edhe na shohmi edhe kemi pasur plot 3 vdesin, e vdesin pa namaz, vdesin kot me edhe s'ka prit hiç e gjeli me u penduar me bove më të mira, kështu që me pas frikë Allah subhanahu wa taala edhe më përmirësu për shkak se pastaj për gjënave ka mundësi po në sebeb që nuk mundesh më udhëzuar, më pendu, vallahu a'la wa a'lam.